Sistemi i regjistrimit e emigrantëve, faqja zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe platforma që transmetonte rezultatet e zgjedhjeve në kohë reale janë sulmuar në mënyrë të vazhdueshme nga hakerat të specializuar. Ilirian Celibashi theksoi se kanë qenë sulme kibernetike të organizuara nga jashtë dhe i krahasoi me sulme të ngjashme në vende të tjera si Franca apo Estonia. Nuk kanë qenë sulme diletantesh, por kanë qenë të organizuara dhe të sofistikuara dhe jo rastësore nga jashtë, të gjitha nga jashtë. Të kemi zero implikim në sistemet tona, zero. Këto sulme nuk kanë patur sukses sipas Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, megjithatë 11 maj nuk po merr vetëm sulme kibernetike, sulmeve politike. Celibashi u përgjigjet prerazi se Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka bërë mirë çdo punë që i takon me votën e diasporës. Administrimi i këtij procesi nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve është model nga çdo pikpamje. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve distancohet nga puna e kompanisë DHL, e cila në momentin e vlerësimit të kontratës pritet të ketë edhe pasoja financiare. Do të ulemi, do të flasim. Sikurse diskutojmë dhe mirë dy palë në një kontratë. Në përfundim të asaj do t'i bëjmë konkluzionet publike. Nëse shërbimin e ke bërë ashtu sikurse do duhet të ishte bërë dhe sikurse ke premtuar në kontratë, do të paguhesh. Nëse nuk e ke bërë, do të paguhesh proporcionalisht me sasinë dhe cilësinë e shërbimit që ke ofruar. Në të ardhmen, kreu i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Ilirian Celibashi mendon se do t'i qëndrojë varianti të votës me post, por diaspora duhet të mendojë edhe nëse do të ketë vende dedikuara në kuvend. Tani është një proces i pakthyeshëm. Nuk ka mundësi që ne të anullojmë votimin nga jashtë. Nuk shoh në një arsye. Lidhur me akuzat e Partisë Demokratike për të ashtuquajturin tren bullgar mbi trafikimin e fletëve të votimit nga jashtë qendrës së votimit, Celibashi i bëri thirrje prokurorisë ta hetojë.